lidhet me vendimin e gjykatës kushtetuese për të rrëzuar dekretin e presidentit dhe faktikisht edhe vendimin e qeverisë për shkarkimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Ka disa rrjedhime logjike nga ky vendim që unë dua t'i rinënvizoj pasi i kam shprehur edhe. Vendimi i gjykatës kushtetuese për të ankimuar aktin e qeverisë që të shkarkonte nga detyra Erion Veliajn në pamje të parë dukej se i shërbente vetë kryeministrit Edi Rama. Duke mos e detyruar të shkojë në zgjedhjet e parakohshme për Tiranën, ai ruan kontrollin e bashkisë me njerëzit e tij dhe shmang një betejë elektorale të panevojshme. Megjithatë, reagimi i Ramës nuk ishte as pak i kënaqur, përkundrazi ai u shfaqi i irrituar ndaj anëtarëve të kushtetueses që votuan në favor të kryebashkiakut të arrestuar. Në një postim në platformën X, kryeministri akuzoi gjykatën se nuk u kufizua thjesht tek rrëzimi i vendimit të shkarkimit, por se vendosi Veliajn në një pozicion të tillë që mund të hap rrugën lirimit të tij nga paraburgimi me argumentin e masës jo proporcionale. Sipas Ramës, nëse kushtetuesja mendon se Veliaj mund të largohet vetëm me zgjedhje, atëherë qëndrimi në qeli përbën edhe cënim të së drejtës së qytetarëve për t'u administruar nga përfaqësuesi i zgjedhur. Ky qëndrim përsërit edhe në podcastin e tij ku Rama e lidhi vendimin e gjykatës me një qëndrim kundër qeverisë dhe jo me mbrojtjen e parimeve kushtetuese. Sipas një bërimi të Bolt News.al, nervozizmi i Ramës nuk ka të bëjë thjesht me vendimin, por me faktin se ai beson se pas t'i fshihet një rrjet lobuesish pro Veliajt brenda drejtësisë dhe në Partinë Socialiste. Emra si Sokol Sadushi, Fatmir Xhafaj, Arben Rakipi dhe figura të tjera të rëndësishme përmenden si pjesë e këtij grupi. Dyshimet e Ramës lidhen me mënyrën se si është formosuar një pjesë e arsyetimit të kushtetueses, e cila nuk kupton se interesi publik për të pasuar një kryetar në detyrë mund të kthehet në një argument për lirimin e Veliajt. Pikërisht këtë frazë duket se ka lexuar kryeministri si sinjal të ndikimit të lobimit dhe si rrezik që Veliaj të kthehet politikisht nga paraburgimi. Çka me fjalë të tjera shpjegon dhe reagimin e tij të ashpër publik. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027, dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i Tiranës nuk mund largohet përveç se me zgjedhje, atëherë këtu jemi përballë një disproporcioni të dyfisht, disproporcionit të mbajtjes tij në qeli në dëm të lirive dhe drejtave kushtetuese të tij si person dhe si zgjedhur për të drejtuar qytetin, por dhe disproporcioni në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet, apo jo. Dhe streti vjen logjikisht çdo njeri normal që nuk sheh tek qëndrimi i kushtetueses në qëndrim të verbër kundër qeverisë por hapa në dëm të madh Tiranës, por sheh një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykojë paraburgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Veliajn në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lira. Më duket se edhe kjo është gjëja më normale.